Të nderuar shikues të Veriu Sport, jemi përsëri së bashku tashmë në pushimin e pjesës së parë të super sfidës që po luhet në stadiumin Loro Borici, Vllaznia Elbasani. Ekipi Kuqiblu kryeson me rezultatin 1-0. Një analizë për pjesën e parë me kolegun tim të mirënjohur, gazetarin sportiv Admir Oruçi. Oruçi, një pjesë e parë, sidomos 20 minutë që i parë, një fortunë e Vllaznisë. Unë nuk mund të them 20 minutë, por 45 minutë që i parë ka kanë mes vërtet një ndeshje jashtëzakonisht e bukur për Vllaznin. Një ndeshje që dhuroi shumë raste, 2 shtylla, dhuroi edhe një gol më në fund që Vllaznia u shpërbly për atë punë që bani për 45 minuta e parë. Mendoj që nuk kena pa një Elbasan ashtu siç shprehisim, një Elbasan të frikshëm, një Elbasan i cili mund të krijojë probleme Vllaznisë. Duke pa dhe renditjen sepse është udhëheqës e kampionatit deri në këto momente, do të thonë flasim deri në këto momente sepse ka 45 minuta, Vllaznia sot është udhëheqës e kampionatit, por nëse marrim kështu rezultati, ka 45 minuta të tjera nuk mundesh me thonë sepse mund të jetë Vllaznia për Elbasani, por nuk pritet një Elbasan më të fuqishëm, më problematik për portën e Vllaznisë. Mendoj që Vllaznia nuk i ka rënë asnjë hapësinë për sa i përket 45 minuta para, ka qenë dominuese totale e takimit. Çfarë i pëlqen më tepër tek loja Kuqibluve? Loja me topin, për tokë, loja me krosa, ishte një lojë një Vllaznia e bukur, domethënë përpara, një Vllaznia e bukur në sulm. Dhe kam thënë numërat janë më mirë sulmi, jo vetëm e bukur për një Vllaznie frikshme, për sa herë mër topin, sa herë një sulmin. Shumë herë edhe në tifozëria shqiptare thotë kena shef me pa një Vllaznie të bukur, kena shef me pa një Vllaznie që krijon, kena shef me pa një Vllaznie që jep shumë zona. Dhe kjo është Vllaznia, pra që krijon, jep shumë zona, jep shumë raste, jep spektakel, trondit 2 herë shtyllën, i afrohet shumë herë golit merita portierit mik i cili ka mohuar 2 gola. Super gola. Merite pa diskutuar me portierin e Elbasanit, duhet të thonë që evitoj golat sigur. Një rezultat më thellë për Vllaznin. Pjesë parë. Unë mendoj që pjesa e parë ka qenë dominuese totale e Vllaznisë dhe shpresojmë që të vazhdojnë kështu pjesën e dytë sepse nuk është e lehtë për të marrë. Ne kena pa shumë herë Vllaznin, sidomos në ndeshjen me Durrësin, me Teutën, pra, kena pa me Dinamon, pavarësisht humjes, kena pa pjesë parë të bukur, ose kena pa një Vllaznie e cila nuk është aty ku duhet. Ne shpresojmë që këta problematikat ndoshta fizike të harrohen dhe të marrë një rezultat pozitiv në këtë ndeshje, siç ata të tjerë super sfidë, sepse le të vënë i parë me dytën. Nuk ka kush më bukur se të mush vendin e parë dhe ti në vend parë dhe të vazhdosh të. Si shikon pjesën e dytë? Mendoni se mund të ketë apo duhet të ketë ndonjë lëvizje informacion? Jo, unë tham dytë sepse Elbasani nuk duhet të qëndrojë këtu ku është. Do të thonë nuk duhet të qëndrojë ta pozita, ndoshta do të spostohet më përpara. Le të shpresojmë që Vllaznia të mos hupin me sfushën, pikën e saj më të fortë që ka momentalisht me sfushën, mos hupin qarkullimin e topit. Ka një lojë të bukur ndaç në krahun e djathtë me Kastratin dhe me Malen deri diku, ndaç në krahun e majt me Jagun dhe po ashtu edhe Dros me Krymin po bën shumë mirë që janë në mes fushës, pra po harru fantazinë Kallakut, e cila me të vërtetë është e bukur, një fantazi e bukur dhe shumë topa po i shohim pak më parë thash nëse në vjet në ishte mbështetur gjithçka të Kebala, sot nuk po mbështetet gjithçka të ai është pjesë e rëndësishme e ekipit, por ai është sot i cili po e merr ekipin me shpinë, por janë tjerë që po lozin fort mirë dhe po krijojnë shumë raste për ta. Mos harrojmë që kena edhe një Murat e Stol, kena shumë lojtarë që sot nuk janë prezent dhe që mund të bëjnë më të mirë. Mendoni se mund ta mbajë Vllaznia këtë avantazh deri në fundin e takimit? Kjo varet pra se duhet ta interpretojmë pjesën e dytë. Në pjesën e dytë të shumë takime Vllaznia nuk ka qenë aty ku duhet. Le të shpresojmë që Vllaznia të arrijë të gjejë shpejt në një gol të dytë, sepse mundësitë që ka pas bjerë pas të krijon në pjesë dytë dhe më sa mund të administrojnë më lehtë rezultatet dhe më të jetë më. Në lidhje me publikun, me tifozërinë, ka numër të konsiderueshëm, por duke qenë se kemi të bëjmë një kryendeshje të superiore, duhet kishte më tepër. Atëherë, duhet të thënë Gjatësi që në momentet që tifozëria shkodare fillon afrohet, dënë më shumë
E rezultatet ndoshta ekipi gjenden të sni. Unë le të them Çfarë bën më tepër se të marr kryesimin e kampionatit. Le të them që vllaznia le të marr kryesimin e kampionatit, le të vazhdoj kështu dhe tifozëria nuk ka për të munguar. Unë kam pas shumë kontakte sot me njerëz, domethënë, edhe nëse si në stadium jena duke njëjtë me ta në mënyrë të vllaznin. Pra, nuk po mungon mbështetja dhe s'ka për të munguar mbështetja e tifozëve të vllaznis, por ne shpresojmë që vllaznia të vazhdojnë me rezultatet, kjo ka rëndësi për ne. Një pyetje si ja bëj shpesh atyre që i intervistoj në këto episode të para, mes dhe fund të ndeshjes, apo edhe ditët e tjera, e shikoni një vllazni pretendente serioze si asnjë vit tjetër për titull? Se Ramo tha me plot gojë po. Se Ramo tha me plot gojë po, sepse përveç lojtarëve që kanë në një maç ka edhe stol të fuqishëm me thonë. Pra është viti i vllaznisë me të. Jo, ktheu kryesi po dalin lojtarët dhe prandaj. Por ai mund të jetë viti i vllaznisë dhe ne shpresojmë se viti i vllaznisë. I thonë 25 vite me 26 në bën plot 25 vite pa titull kampion. Dhe shpresojmë që të jetë titull kampion më sigurisht. Shpresojmë që të tillë, ndërkohë sa pa kanë dalë në fushë futbollistët është vllaznia e para që ka zbritur, nuk shikojmë se ka ndrim. Momentalisht nuk ka ndrim, për momentin nuk shikohet. Elbasani akoma nuk ka zbritur, por ne e mbyllim këtu lidhjen e dytë drejt për drejt nga stadiumi Loro Boriçi në sfidën Vllaznia Elbasani, pjesa e parë 1-0 për Vllaznin. Dhe shpresojmë që edhe pjesa e dytë të dhurojë emocione. Besojmë se do të jetë të tillë. Isha me Adir Ruçin, gazetarin e minjohës sportiv të Shkodrës. Faleminderit Ruçi. Respekt.